Kombëtarja shqiptare e futbollit luan të shtunën në orën 20:45 kundër Serbisë në arenën kombëtare të Tiranës, sfidë kjo e vlefshme për grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2026. Për përballjen kundër serbëve, që për disa është më shumë se një ndeshje futbolli, kërkesat për bileta kanë kapërcyer numrin e 200.000-ve, por çmimet në tregun e zi apo në faqet online që përdoren nga mbajtësit për rishitje, çmimet janë vërtet të kripura. Nëse bëjmë një kontroll të thjeshtë në viagogo.com, do të shohim se një numër i madh biletash kanë dalë në shitje në këtë platformë nga ata që me gjas kanë siguruar një të tillë, pasi nëse biletat nuk janë të sakta, platforma mbron blerësit. Përtej faktit që biletat janë të afishuara për rishitje, bie dhe argumenti i FSHF-s për biletat e personalizuara dhe secila me emër. Në sektor të ndryshëm në stadium, duke nisur nga pasporte deri në tribunën VIP, biletat variojnë nga 180 deri në 1.500 euro. Në sektorin W104 të tribunës VIP të arenës kombëtare, ende janë në shitje 2 bileta me çmim 1.500 euro për secilën. Ndryshe nga herët e tjera, FSHF për ndeshjen kundër Serbisë, si fillim hapi procesin e aplikimit për bileta dhe më pas do kishte një përzgjedhje rastësore automatike. Kjo mënyrë duket se ka sjell kaos për bileta dhe federata e ka shtyrë me 2 ditë procesin e shortit elektronik. Mbyllet sot më 4 qershor. Kujtojmë se organi i futbollit konfirmoi se për sfidën kundër Serbisë, e cila luhet më 7 qershor në arenën kombëtare, ishin më shumë se 200.000 kërkesa për bileta, ndërsa stadiumi ka 22.000 ulëse në total. Dhe Serbia e futbollit luajnë në Tiranë më 7 qershor për grupin K kualifikues në Kupën e Botës. Sfida veçane sportive mbar dhe misione politike për vetë historinë mes popujve. Në anën serbe duket se ekipi rival i tanëve nuk është në ditët më të mira dhe qetësia mungon në grup, teksa trajneri Dragan Stajkovic ka shpërthyer në konferencë për media duke kërcënuar me dorëheqjen pasi u akuzua për afrimet e bëra në grumbullim. Dragan Stojkovic foli për pritshmërinë nga ndeshja kundër Shqipërisë, e cila u shpall një ndeshje me rrezik të lartë, por më shumë foli për vendimin për të mos llogaritur në ekip Sergej Milanokovic Savic edhe Silvar të Romës. Trajneri e sheh sfidën vetëm në aspektin sportiv, asnjë tension politik dhe mesazh nga tifozët, deklarata të lajthitura të disa të çmendurve që duan të krijojnë një gjendje lufte, shtoi trajneri serb. Problemi është mes Villarin, jo mbi mua. Mos prit që dikush të shkojë në Rom, unë mund të ha drejt një kafe ekspres të shoh një ndeshje, por nëse shkoj t'i lutem dikujt, kjo nuk do të ndodh. Jo si Vllari, por kushdo qoftë, ke bërë një gabim në hap, është faji yt. Shkëlqyeshëm gjithë të mirat, të gjithë kanë të drejtë në lëvizjen e tyre, varet prej tyre të ranojnë, nëse kanë dëshirë të mbrohen. Ai tha atëherë se donte t'i përkushtojë klubit të tij, donte të përqendrohej në këtë. Ai e shfrytëzoi shansin e tij dhe jam shumë i lumtur për këtë. Jam unë problemi i këtij ekipit, po jap dorëheqjen me njëherë pas kësaj konference vetëm që ta dini, ndoshta jo me njëherë, por nesër, nëse kjo është e vërtet. Nuk mendoj se kjo është e vërtet. Këto janë lojtarët që pase nuk kishin vend dhe pastaj thanë, po them lam të mirë. Ekipi ndryshon, ju i thërrisni lojtarët sipas meritave të tyre. Ekipi ndryshon, lojtarët thirren sipas meritës. Mendojnë që Lazovic nga Verona, që çdo vit lufton për të mos rënë nga liga, është ajo që i duhet Serbisë. Dimitrovic, portieri i shkëlqyer, por vendosa për Petrovicin, kam gabuar, jo nuk e kam bërë dhe cili është problemi. Dimitrovici është i zemruar, edhe unë jam i zemruar që nuk e fituam ndeshjen kundër Slovenisë. Përmend Radonjevicin, cili është problemi, nuk e dua, nuk më duket simpatik, nuk më pëlqen modeli flokëve të tij, ai po shkatron veten, po e shkatron Zvezdën, po e shkatron përfaqësuesjen, apo po vetë shkatrohet. Ky është problemi i tij. Dhe doni të më thoni që e meriton të jetë në kombëtare, si të ishim të gjithë të çmendur, po plasapur për disa lojtarë, nuk dua të përmend emra, ajo që luajnë nuk ka lidhje me realitetin, ka thënë ndër të tjerash trajneri. I pyetur për sfidën e Tiranës, ai është shprehur se është një ndeshje jashtëzakonisht e rëndësishme për ta dhe për ne, por është thjesht një ndeshje. Ata janë miqtan të futbollit, ne shkojmë ekskluzivisht për sport dhe për këtë është mirë se kushdo duket në fushë. Asnjë tension politik dhe mesazh nga tifozët,